Zonja dhe zotrinj, mirëmbrëma dhe mirë se erdhet në 1+1. Sonte do të trajtojmë dhe diskutojmë për dëshirën e kakmotshme të partive politike për të ndryshuar modelin aktual zgjedhor. Ministria e Drejtësisë ka formuar një grup punues që do të përgatis draftin e parë të ligjit, ku partitë politike do të japin propozimet e tyre. Deri tani ndryshimet kanë qenë vetëm parciale, pa prekur thelbin e kodit, tha para pak ditësh Ministri i Drejtësisë Filkov. Për këtë temë sonte kemi ftuar deputetën e koalicionit Vlen dhe antaren e grupit punues, Saranda Imeri Stafaj, për të folur mbi modelin zgjedhor më të përshtatshëm për vendin dhe mbi shpërndarjen e votave të shqiptarëve në njësi zgjedhore. Vlen të theksohet nga ime se në javët në vijim, në intervistën 1+1, këtë çështje do ta diskutojmë edhe me përfaqësuesit e partive të tjera politike me të vetmin qëllim për të dëgjuar qëndrimet e tyre për reformën në kodin zgjedhor. Pa humbur kohë, mirëmbrëma, mirë se erdhe dhe faleminderit që pranot ftesën në këto momente, i themi zonjës Imeri Stafaj. Mirë se erdhet. Mirëmbrëma, mirë se u gjeta. Zonja Stafaj, a do të ketë një kod tërësisht i ri zgjedhor, apo parashikohen vetëm ndryshime sipërfaqësore kozmetike të kodit zgjedhor? Unë mendoj se do të ketë ndryshime, mirë po të bëjmë në tërësi komplet pra ndryshimin e kodit zgjedhor, unë mendoj se është e tepërt, do të ketë ndryshime cilësore, aty ku çdo herë kemi pasur vërejtje. Kur do të nisë me punë grupi punues pranë Ministrisë Drejtësisë, i cili do të punoj për përpilimin e kodit të ri zgjedhor? Unë mendoj se së shpejti, me thënë jemi ka fundi i kompletimit të ekipit që do të marrë pjesë në përpilimin dhe në punën e këtij komisioni dhe mendoj se së shpejti do të filloj. Cilat do të jenë propozimet kryesore të Vlenit për modelin e ri zgjedhor? Ende jemi në diskutime. Në këtë drejtim 1, 3, 6 apo 8 njësi zgjedhorit, cili model garanton të themi përfaqësim më të mirë të votës shqiptare? Shikoni, ne do të propozojmë atë që është më e mira për qytetarët, fillimisht dhe pastaj për partitë politike. Po sigurisht se keni bërë analizë se cili model siguron më shumë të themi mandate shqiptare në Kuvendin e Maqedonisë. Kjo do të jetë një temë krejtësisht tjetër me të cilën do të miremi në ditët në vazhdim. Kemi informacione deri në këto momente, edhe pse nuk ka filluar grupi punues me punë, se kur pritet parafërsisht të jetë gati teksti ndryshimeve të kodit zgjedhor apo jo? Varet shumë nga dinamika e punës, nga atmosfera brenda, sa do të jemi bashkëpunues, kooperativ, do me thënë ne ndërmjet vete. Nëse çdo gjë do të shkoj sipas planit, unë mendoj se shumë shpejt do të kemi edhe një draft pra, që do ta prezantojmë para qytetarëve. Kur do të miratot ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat në kuvend? Së shpejti. Çfarë në kuptojmë, për sa fatkohor? Po unë mendoj se janë çështje muajsh, ndoshta një muaj. Aq mund të them. Për një muaj besoni se do të futet në procedurë parlamentare? Unë besoj se për një muaj do të futet në procedurë të kuvendit, po. Dhe më tregoni pse ende nuk është zgjeruar shumicën parlamentare, duke qenë se është paralajmëruar disa herë dhe vazhdimsi qoftë nga Vleni, po ashtu edhe nga VMRO-ja? Çdo zgjerim i koalicionit qeveritar është i mirëseardhur. Mirë po për momentin ne kemi një shumicë stabile, ku ligjet që sillen në kuvend dhe që propozohen nga deputetët miratohen me shumicë dhe normalisht kemi edhe momente ku ligjet që kërkohen me badenter të votohen, edhe aty sigurojmë badenterin, kështu që momentalisht nuk shoh ndonjë nevojë apo ndonjë arsye. A shkon vështirë për t'i bind deputetët e opozitës për të kaluar në shumicën parlamentare? Shikoni, mvaret nga çështjet. Ka çështje që janë delikate dhe që kërkojnë konsensus. Mirë po, çdo herë gjendet zgjidhje. Ju ftoj të ulemi për të diskutuar më hollësisht për gjitha këto. Faleminderit zonja. Po të nderuar shikues, jemi në pjesën e dytë të intervistës 1+1. Zonja Imeri Stafaj, grupi punues, siç e tham pak më herët, për kodin zgjedhor u formua pas një vonese prej më së shumti se 6 muajsh. Tani më dihen emrat, ju jeni të nominuar nga koalicioni Vlen, që të mos të përsëritem, thatë pak më herët se do të jetë së shpejti do të mlidhet të themi mbledhjen e parë, por ma konkretisht javën që vjen, a do të bani mbledhjen e parë apo jo? Dihet?
Shikoni, është herët të flas dhe çdo gjë që mund ta them mund të jetë edhe shpekulim. Nga ana e koalicionit vlen, siç thatë edhe vetë, ne jemi të kompletuar dhe presim momentin që do të fillojmë punën pra me komisionin. Tani për afate kohore nuk mund të shpekuloj. Mirë po unë mendoj se së shpejti, sepse është çështje e cila nuk duhet të vonohet dhe normalisht duhet sa më shpejt të fillohet të punohet në këtë drejtim. Ju ka kontaktuar dikush prej Ministrisë së Drejtësisë në lidhje me këtë? Jo, ende nuk na kanë kontaktuar. Ne kemi pasur vetëm një koordinim, unë në cilësinë e zëvendës koordinatorit të grupit parlamentar, kemi pasur një koordinim me koordinatorët tjerë të grupeve parlamentare dhe jemi dakorduar që sa më shpejt të kompletohet normalisht grupi punues dhe të fillohet me punë. Në ndërkohë, ne mund të ulemi vetë dhe të bëjmë analiza dhe të shohim se... Kur jemi te koordinimi me që se keni pasur, a dihen, a ekziston aktualisht një draft version fillestar të i kodit të rizgjedhor apo puna nis nga e para? Jo. Nuk do të filloj nga e para, ne kemi një draft version i cili është përgatitur nga Ministria e Drejtësisë, konkretisht nga Ministri i Drejtësisë. Dhe ky draft version, pra ky dokument, do të shërbej si bazë ku ne pastaj, si grupe parlamentare dhe si përfaqësues të partive politike, normalisht do t'japim sugjerimet tona dhe do të ndërhyjmë aty ku duhet, normalisht aty ku neve nuk do të na përshtatet dhe mendojmë se mund të gjejmë ndonjë zgjidhje më të mirë. Tani, para se të vazhdoj të flasim për brendësinë të ndryshimeve, më tregoni se cili pritet të drejtoj grupin punues dhe ekziston konsensus për zgjedhjen e kryetarit, se nëse nuk jam gabit, kryetari i Kuvendit Afrim Gashi në brifingun e fundit tha ose shprehi interes për të udhëhequr këtë proces dhe tha se mundet, por nuk është e domosdoshme për të udhëhequr këtë grup punues dhe meqense i kam unë juve këtu përballë, a mendoni se shikni këtë si një zgjidhje përshpejtuese, a është mirë që ai ta udhëheq apo jo? Çfarë mendimi keni? Shikoni, kishte pra një propozim të tillë. Propozimi i kryetarit Gashi ishte që puna e këtij grupit punues të zhvillohet në kuvend, të zhvillohet. Mirë po, se kush do ta udhëheq këtë grup punues nuk është as pak me rëndësi. Më thënë, a i shprehu gatishmërinë që të ndihmojë në këtë proces dhe nëse ka nevojë të jetë edhe kryetari grupit punues. Mirë, por nuk është e domosdoshme. Më thënë, në bisedën që kam pasur me kryetarin Gashi, prioritet për të është që grupi sa më shpejt të fillojë me punë dhe atë në hapësirat e kuvendit. Aty pra ku sillen ligjet normalisht. Mirë, po se nuk është e domosdoshme që pikrisht kryetari Gashi të jetë kryetari këtij komisioni. Tani, sa reale sipas jush është që partitë të arrijnë konsenzus për një kod të ri zgjedhor, nëse nuk themi i ri komplet tërësisht, siç e thatë ju para pak minutash, të paktën të ketë ndryshime esenciale të themi të kodit të ri zgjedhor, duke qenë se disa herë thashin në paralajmërim se kjo është dëshira e kahmoshme të partive politike për të ndryshuar kodin zgjedhor, por mirë po gjithmonë kemi përfunduar me debate kështu televizive. Unë mendoj se këtë radhë është diçka serioze dhe do të ndodhë. Nga atmosfera që unë e pash në atë takim koordinues brenda partive politike, shoh se ka atmosferë dhe dëshirë që të bëhen këto ndryshime. Dhe çdo kush u pajtua që kjo të ndodhë sa më shpejt, normalisht, dhe çdo kush të sjell sugjerimet e veta, analizat e veta që i kanë bërë dhe pastaj të gjitha këto të hudhen në tavolinë dhe normalisht ne të arrijmë në një farë përfundimi. Nga përshtypja e parë që unë e pash në atë koordinim, me thënë ka hapësirë dhe ka atmosferë pune dhe unë mendoj se tani të mos themi para kohe, por mendoj se punët do të shkojnë. Cilat rekomandimet e OSBE dhe ODIHR-it nga zgjedhjet e vitit 2024 do të jenë prioritet absolut në kodin e ri zgjedhor? Shikoni, nuk janë këto rekomandime vetëm të zgjedhjeve të 2024. Ka pas në vazhdimsi, e vërtet. Në vazhdimsi ka pasur rekomandime nga organizatat jo qeveritare, sidomos nga OSBE-ja. Ajo që ka qenë çdo herë e kërkueshme nga OSBE ODIHR-i kanë qenë listat e hapura zgjedhore. Dhe unë jam optimiste dhe mendoj se ne këtë radhë do të arrijmë që
ti plotësojmë këto kërkesa dhe këto rekomandime, sepse është koha e fundit ma. Vleni çfarë thot për listat e hapura? Është pro? Personalisht unë po. Po të tjerët? Po edhe të tjerët jemi pro kësaj ideje, për shkak se qytetarët kërkojnë opcione, kërkojnë emër, mbi deputetit. Dhe nuk është, unë çdo herë kam qenë iftar i kësaj ideje, dhe nuk mundet çdo herë një person të fshihet pas logos së partisë apo pas emrit të kryetarit të partisë. Është koha që qytetarët të vlerësojnë vetë dhe të votojnë atë që ata dëshirojnë. Ka background, ka kredibilitet, kështu më radhë. Meqense jeni për listat të hapura ju personalisht, ta cekim, a do të hapet debati për ndryshimin e modelit zgjedhor konkretisht për një njësi të vetme zgjedhore apo për ma shumë, sepse këtu dallojnë partitë politike se cila ka dëshirë për më shumë njësi zgjedhore. Për shembull, BDI-ja ka për një njësi zgjedhore, Aleanca e Ziardinit 8. Jo rastësisht ato numra në fillim ju thash se janë të partive politike, nuk i kam zgjedhur pse 1, 3 dhe 6 dhe 8. Shikoni, në shumicën e rasteve kemi pasur debate brenda koalicionit se cili do t'ishte modeli më i përshtatshëm. Mirë po, përsëri, ne edhe jashtë këtij grupi punues, ne mendojmë si koalicion të formojmë edhe një komision tjetër shtesë, ku ne si koalicion vlen, mirë po, do të thirret edhe opozita shqiptare, të ulemi, të marrim mendime nga ekspert juridik, nga ekspert, po pse jo edhe të jashtëm, nga ekspert nga Kosova, nga Shqipëria, të marrim një bazë, se si do të ishte mënyra më e mirë për ta definuar këtë problematik. E tani, a do t'jetë kjo me një njësi zgjedhore, me 3, me 8, ose me 6, kushtimisht të themi, me thënë, këtë do t'ja lëjmë kohës, për shkak se ne ende nuk kemi ullur të diskutojmë se cili është modeli më i përshtatshëm për partitë politike. Për që ju ndërpres, komisioni veçantë për skaj përveç grupin punues? Kush ka me thirr ata? Cila ideja? Ideja e kujt është? Ideja është ideja e koalicionit ton, e koalicionit Vlen, e liderëve tanë, më thënë, sepse kjo është një çështje shumë substanciale dhe nëse arrim ne këtë ta ndryshojmë këtë radhë, dhe kjo do të ngel për një afat të gjatë dhe normalisht kjo kërkon shumë analizë, kërkon të ulemi, të punojmë dhe ta gjejmë mënyrën më të përshtatshme, normalisht që u përshtatet edhe qytetarëve, po mandej partive politike. Kjo është pyetja, jo rastësisht thashë se si është më mirë të shpërndahen votat e qytetarëve, në veçantë votat e shqiptarëve në njësi zgjedhore. Pra ka dallime mes të themi përfaqësuesve të partive politike, por sigurisht e di se është një analizë e gjerë e analizës së gjerë të kodit zgjedhor, por në këto momente sigurisht e dini, zonja Imeri Stafaj, se t'ju shpjegojmë shikuesve, arritet numri i mandatëve shqiptare në një njësi zgjedhore apo në më shumë njësi zgjedhore, se kemi qenë dëshmitar në ciklet e zgjedhore ku shqiptarët kanë të themi shumë mandate. Po, shikoni, ideja e për një njësi zgjedhore, faktikisht humb mandate të deputetëve shqiptar, nëse eventualisht përfshihet diaspora në këtë proces, me thënë si modeli që është në Kosovë, votimi me post, atëherë do të kemi rritje të numrit të deputetëve shqiptar. Mirë po, kështu siç është momentalisht, ky model nuk na përshtatet. Nuk na përshtatet sepse arrihet diku 3 deri në 4 mandate shqiptare të humben. Do me thonë, me një njësi zgjedhore, aktualisht, si pas mendimin tuaj, është faktikisht jemi të humbës. Jemi humbës, përderisa nuk përfshihet edhe diaspora. Nëse përfshihet diaspora, atëherë do të kemi normalisht rritje të numrit të deputetëve. Çfarë parashikon deri në këto momente, Vleni, për diasporën? Ne edhe në takimin e liderëve që kishim me kryeministrin Mickovski, njëra ndër kërkesat tona kryesore ishte edhe përfshirja e diasporës në procesin zgjedhor. Tani në çfarë modeli dhe si do të përfshihet? Veçmas në një njësi. Veçmas është, po, edhe ajo është një temë diskutimi tjetër, mirë po unë mendoj se modeli më i përshtatshëm për përfshirjen e diasporës në procesin zgjedhor është votimi me anë të postës, siç është modeli në
në Kosovë. A do të ketë ndryshime në kushtet për kandidatët e pavarur dhe pragun e pjesëmarrjes së tyre e kështu me radhë? Shikoni, ne kishim një orvatje të ndryshojmë, me thënë, përqindjen se sa përqind pra të përkrahjes duhet të ketë një kandidat i pavarur për të kandiduar. Dhe ajo normalisht nuk na shkoi, nuk u votua në kuvent për x arsye, pra, mirë po pa tjetër të ketë, sepse ju e patë edhe vetë në ciklin zgjedhor të kaluar, ishte numri qesharak, me të cilin një kandidat i pavarur mundeshte të kandidohej. Prandaj, unë mendoj se edhe këtu duhet të ketë ndryshime cilësore. A pritë ndryshime në financimin e partive politike dhe rregullat e fushatës zgjedhore? Pikërisht ishte edhe kjo problematik. Unë gjatë verës kisha si deputete, pra në cilësinë e deputetes së koalicionit Vlen, kishim një takim me Komisionin Shtetëror Zgjedhor, ku tem kryesore dhe problematik kryesore shfaqet financimi i partive politike, normalisht. Tani, me këtë aktualen që e kemi për momentin, 25% shkojnë për partit që janë në pozit, 25% për partit opozitare, 7% diku shkojnë në kandidatët të cilët nuk kanë grup parlamentar, dhe 3% për deputetët e pavarur. Këtu lind problematika se çfarë ndodh me partitë politike të cilët kanë grup parlamentar, do të thënë 5 deri në 6 deputet. Nuk janë të përfshirë në kodin zgjedhor. Dhe ky është një absurditet i madh. Dhe çfarë propozoni ju? Normalisht, tani në takimin ne që e kishim, u munduam të arrim një farë konsensusi, me thënë, të japim ne të themi në gjuhën popullore nga hisja jonë, mirë po kjo nuk u pranuar nga partit opozitare. Kështu që në këtë rast humbës më shumë ishte partia politike e Majta, e cila nuk u finansua as pak, dhe me sa di kanë ngritur pa di për këtë proces, dhe ne ishim i thartë të kësa ide që të ndihmohet në këtë aspekt, mirë po nuk arritëm konsenzus dhe nuk arritëm pajtueshmëri, kështu që ngeli ashtu siç ishte. Dhe unë mendoj se këtu duhet të ketë një ndërhyrje sa më substanciale, pra më të thellë. A do të jetë në tavolinë çështja e censusit për zgjidhjen e presidentit dhe kryetarëve të komunave? Ne kemi pasur një herë pra uljen e pragut të përqindjes për zgjedhjen e presidentit. Nuk e di vitin saktësisht, por ishte viti kur duheshte, me thënë, kandidati Gjorgje Ivanov të zgjidhet kryetar. Dhe atëherë, për fat të keq, pozita shqiptare e atëhershme pranoi që të ulet cenzusi nga 50 në 40%. Tani, problemi tjetër që na u shfaq në këtë cikël zgjedhor ishte pikërisht komuna e Gostivarit dhe e Vrapçishtit, pra. Aty kërkoi cenzus diku rreth 33 sa përqind ishte, ajo tani mos më kapni për fjale, dhe nuk u arrit ai numër, nuk u arrit ajo përqindje. Shkaqet i kemi diskutuar, me thënë analizat tona, i kemi diskutuar shumë herë në opinion dhe në emisionet debative. Ju mendoni se duhet të ketë ulje apo ngritje të pragut? Tani, si që shof unë situatën dhe si që shof këtë trend të migrimit të popullsisë të qytetarëve, unë mendoj se ky cenzus duhet të ullet. Mirë po, përsëri ky është një mendim personali imi, do të shohim pra se si do të pajtohen të gjithë. A për zgjedhjen e presidentit çfarë mendon në kuvent, çfarë mendon Bleni për shembull? Shikoni, unë mendoj se është një barë dhe është një maltretim shtes i qytetarëve të çojmë të votojnë edhe për president shteti. Mendoj se kjo do të duhet të zgjidhet me marrëveshje brenda kuventit. Brenda kuventit, pra të mos ketë zgjedhje klasike për president të shtetit, por ajo të bëhet me konsenzus ndërmjet partive politike në kuvent, aty ku e ka vendi. Kodi zgjedhor e tham pak më herët se është ndryshuar rreth 40 herë, e tha edhe Fillkovi para disa ditësh. Por çfarë garancish ka tani që kjo nismë do të rezultojë pozitivisht dhe do të ndryshojë kodin aktual zgjedhor sipas dëshirave, do të arrihet konsenzus të gjerë politik? Pyetja është se çfarë garantorin ju nga koalicioni Vlen? Edhe pse duhet konsenzus të gjerë. Ne garantojmë se do të jemi bashkëpunues dhe do të pranojmë normalisht çdo gjë të arsyeshme që do të jipet nga partitë opozitare.
nëse është ideja, për zgjidhje më të mirë, pse të mos pranohet, pra. Ky është një proces ku duhet të përfshihen gjithë partitë politike, sepse partitë politike kanë marrë mandatin nga populli. Dhe aty ne duhet të gjejmë gjuhë të përbashkët që të arrim deri në një zgjidhje afatgjate. Por më mbregos fakti se nuk ka afat kohor për sa i përket për përfundimin e draftit, duke qenë se është përmendur qershori si limit e kështu me radhë. Po unë mendoj se në mbledhjen e parë që do të kemi përgjigje më të sakta se deri kur planifikojmë që ky grup punues ta përfundoj punën. Normalisht këto janë ndryshimi i kodit zgjedhor është edhe rekomandim nga Bashkimi Evropian dhe unë mendoj se është afati i fundit që ne të përmirësojmë gabimet që na kanë tanguar në të kaluar. Po sikur se nuk arrihet konsenzus të gjerë politik, cili është skenari alternativ, shtyria reformas apo zgjedhje me rregullat ekzistuese për këtë vit? Ditë më herët tha kryeministri se nuk do të ketë zgjedhje. Po normalisht nëse ne nuk arrim që kushtimisht themi nëse nuk arrim, hipotetikisht nëse nuk arrim, atëherë normalisht procesi zgjedhor i ardhshëm do të shkojmë sipas rregullave ekzistuese. Mirë po unë jam optimiste se në zgjedhjet e ardhshme ne do të kemi një kod të ri zgjedhor, për këtë jam më se e bindur dhe mendoj se këto bisedime do të dalin të frytshme dhe do të kemi një rezultat pozitiv. Nëse parafërsisht për një muaj arrin ose futen në procedurë parlamentare ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, për sa prej atij momenti do të miratohet ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat, sepse opozita ju akuzon? Opozita na akuzon, ajo është edhe roli i opozitës normalisht. Ju e dini se ligji për përfaqësim të drejtë dhe adekuat mori dritë jeshile nga Komisioni i Venecias, pra mori mendim pozitiv, dhe vetë kryeministri e paralajmëroi se së shpejti do të aprovohet në qeveri dhe do të sillet në kuvend. Tani, sa do të zgjas debati për ligjin, aty nuk mund të jap përgjigje të saktë, mirë po demokracia këtë e ka. Duhet të diskutohet, duhet të debatohet, po nëse ka nevojë të ndërhyjet edhe me ndonjë amandament, ne jemi aty për bashkëpunim. Mirë po unë mendoj se së shpejti duhet të sjellet ligji për shkak se na nevojitet dhe është i domosdoshëm. A mendoni se do të garantohet përfaqësimi i drejtë dhe adekuat? Unë mendoj se po. Është më i miri se sa balancuesi? Unë mendoj se po. Balancuesi ishte mekanizëm dhe ne tani mekanizmin po e zëvendësojmë me ligj. Dhe unë mendoj se një ligj i mirë është më mirë se sa një mekanizëm. Jo e dini se sa është keq përdorur balancuesi. Opozita shqiptare po na fajson neve se e kemi tërhequr balancuesin, mirë po kjo ishte iniciative tyre në planin qeveritar dhe me thënë çdo gjë, çdo akus nga ana e tyre nuk mban ujë dhe nuk ka pesh. Ne shpresojmë se së shpejti ta sjellim ligjin dhe të fillojë që të funksionojë. E dini se ka afate kohore derisa nënshkruan edhe kryetari i shtetit dhe pastaj ligji të fillojë të zbatohet. Zënja Miri Stafaj, unë e kaq pyetje kata për këtë intervistë. Nëse keni diçka për të shtuar që mendoni se ndoshta nuk e kemi trajtuar, urdhëroni minutat në vazhdim për juve. Unë mendoj se partitë politike, partitë politike shqiptare duhet të ulen dhe të diskutojnë dhe të kenë bashkëpunim për çështjet të cilat na tangojnë neve si komunitet këtu që jetojmë. Për shkak se çdo përçarje dhe çdo argument që e kemi kundër njëri tjetrit, ajo vetëm dëmton popullatën tonë dhe duhet t'i lejmë kapriçot anësh. A është e mundur? Unë çdo herë jam i tharë, unë jam optimiste çdo herë dhe mendoj se është e mundur, nëse ka normalisht vullnet politik. Kur keni optimizëm, kur do të zgjidhni liderin e ardhshëm, liderin e parë të Vlenit? Deri ku ka mri procedura? Shumë shpejt. Përafërsisht? Shumë shpejt. Në rregull. Mendoj se deri në fund të muajit, mendoj se kjo çështje do zgjidhet. Do të keni lider? Do të kemi lider, po. Ju e dini se është sipas cilit model? Po.
Ky është procesi gjatë. Normalisht, kërkon kohë, kërkon përkushtim, kërkon adaptim, kërkon të aktivistëve të antarësi. Modeli presidencës, kryetarët apo? Nuk mund të kemi diçka ekskluzive? Ekskluzive jo, për momentin jo, mirë po jam në dieni të një modeli i cili do të kishte mundur të funksionoj. Faleminderit që morët pjesë në intervista 1+1. Faleminderit dhe juve për ftesën, ishte kënaqësi. Faleminderit. Të nderuar shikues, kjo ishte gjithçka që u përgatita për sonte. Faleminderit që na ndoqët. Bashkë mirupafshim javën e ardhshme, ndërsa ju vazhdoni të qëndroni në programin tuaj.